Në Mitropolinë e Korçës janë zhvilluar pritje tradicionale me rastin e festës së Pashkëve Ortodokse, ku besimtarë të shumtë, përfaqësues të institucioneve dhe personalitetet të jetës publike, përcollën urimet e tyre dhe u pritën nga mitropoliti im Zot Anastasi. Në këtë atmosferë festive, urimet e tyre i përcollën nga Korça dhe presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj dhe kryetari i Kuvendit të Shqipërisë Niko Peleshi, të cilët vlerësuan rëndësinë e kësaj dite të shenjtë si simbol i shpresës, ringjalljes dhe bashkimit mes njerëzve. Jam sot shumë i gëzuar që gjendem në Korçë për të uruar nga Mitropolia e Korçës gjithë besimtarët ortodoks gëzuar Pashkë. Qoftë një Pashkë e bekuar për gjithë besimtarët, por edhe për gjithë shqiptarët. Uroj që drita e qirit e marr mbrëm në Kishë të ndriçojë zemrat e çdo individi, të çdo besimtari, të gjithë shoqërisë tonë, dhe të bëhemi më të mirë me njëri tjetrin, më solidar me njëri tjetrin dhe më të mbarë për njëri tjetrin. Ju uroj edhe hirësisë tij që të ketë një shërbes të mbarë e të suksesshme këtu në Mitropolinë e Korçës. Faleminderit që më krijoni mundësinë të bashkoj urimin tim me mira, 10 mira urime të këtyre ditëve. Dita e Pashkës është një ditë e gëzuar, një ditë mirësie dhe do të uroja që mirësia e këtyre ditëve të përhapet në gjithë qytetarët e Korçës, në gjithë Shqipërinë, gjithë shqiptarët kudo që jetojnë, Pashkë të mbara dhe ditë të paqta të pasojnë. Gëzuar. Dita e Pashkës presupozon ditën e ringjalljes, ditën e një shansi të dytë dhe jep një mesazh për paqe, solidaritet dhe dashuri mes nesh. Kështu që unë dua t'ju uroj të gjithë besimtarët ortodoks dhe të gjithë që e festojnë Pashkën, si në Korçë, po dhe kudo, gëzuar Pashkët me bekime, shëndet dhe mbarësi në familjet tuaja. Sot është një ditë e veçantë, një ditë e gëzuar, një ditë feste për gjithë besimtarët ortodoks të qytetit Korçës, bashkisë Korçës dhe gjithë Shqipërisë. Dita e Pashkës është ditë që përcjell mesazhe të rëndësishme. Pashka lidhet jo thjesht me ngjalljen e një njeriu, po me ngjalljen e shpresës edhe besimit për ditë më të mira. Kështu që në këtë ditë feste dua të përcjell urimin për shëndet, mbarësi për gjithë familjet e qytetit Korçës, bashkisë Korçës edhe gjithë vendit. Gëzuar Pashkën. Gëzuar, sot është dita e triumfit të dritës mbi errësirë. Kështu që uroj që çdo ditë e jona të jetë e drejtuar nga drita dhe jo nga errësira. Kështu që gëzuar Pashkën, Krishti u ngjall dhe për shumë vjetë gëzuar. Kam nderin dhe privilegjin që si prefekta i qarkut të Korçës të përcjell urimet e mia më të përzemërta në emër të këtij institucioni për të gjithë ata që besojnë në Krisht, me një mesazh shumë të fuqishëm që të shtojmë dhe të jemi më afër Zotit, më pranë njëri tjetrit, paqja, dashuria dhe mirësia mbi zotrofshin në të gjitha familjet tona. Gëzuar. Krishti u ngjall për të gjithë besimtarët ortodoks kudo që ndodhen, por edhe për të gjithë shqiptarët që festojnë sot këtë ditë të shenjtë, uroj nga zemra paçi, vetëm paqe, mbarësi, shëndet në familjet tuaja. Janë disa elementë që edhe në fenë islame ne kemi të përbashkët, siç janë figura e Marias apo Meriemës, siç e themi në fenë islame, të Isait apo të Jezu Krishtit, të cilët ne konsiderojmë profetë të Zotit, të dërguar të tij, Ungjillin konsiderojmë si libër të zbritur nga Zoti, por për çështjet tjera teologjike, normalisht kemi ato dallimet tona, por kjo nuk na pengon që ne të vijmë, të urojmë, të jemi në gëzime me njëri tjetrin, dhe me këtë rast, ashtu siç e shpreha edhe te Mitropolia e Shenjtë, duhet t'ju uroj edhe një herë të gjithë besimtarët ortodoks të zonës së Korçës dhe jo vetëm, gëzuar dhe për shumë vjet Pashkën. Nga ana jone e Kishës Katolike, urojmë gëzuar Pashkë të tërë besimtarët ortodokse dhe komuniteti ortodoks këtu në Korçë. Në fakt, në besim të Jezusit, të Krishtit të ringjallur, jemi të bashkuar. Atëherë vërtet që këtë mesazh gëzimit që Krishti është ringjallur plotëson në zemrat e të gjithë besimtarët ortodokse, për të cilët urojmë akoma një herë gëzuar Pashkët për shumë vjet. Pritjet në Mitropoli u zhvilluan në një klim të ngrohtë duke reflektuar traditën dhe vlerat e besimit që mbart kjo festë e rëndësishme për komunitetin ortodoks.